tha që do ta presi njëjtin fat si Naim Murselin, burgim i përjetshëm. Reagimet e shumta të zyrtarëve shtetëror dhe nga opozita. Një debat i ashpër ka shpërthyer në Kumandin e Kosovës, pasi deputeti i lëvizjes Vetëvendosje Fatos Geci bëri një deklaratë ndaj ish presidentit Hashim Thaçi. E gjatë seancës parlamentare, Geci fillimisht përshëndeti vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë për dënimin me burgim të përjetshëm të Naim Murselit, por më pas, ai e lidhi këtë rast me procese gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Deklarata e tij shkaktoi reagime të menjëhershme. Kryetarja e Kuvendit Albulina Xhiu i tërhoqi vërejtjen për gjuhën e përdorur në sallë. Ndërkohë, kryeministri i vendit Albin Kurti tha se qëndrimi i partisë së tij tashmë është bërë i qartë, duke ritheksuar kundërshtimin ndaj gjykatës speciale dhe besimin në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-s. Edhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku e cilësoi deklaratën si të papranueshme, duke kërkuar distancim të menjëhershëm. Ndërkohë, Jeton Ramadani, djali i heroit të Kosovës Agim Ramadani, reagoi duke kritikuar gjuhën e deputetit Geci. Ramadani e quajti analfabet deputetin Geci, duke akuzuar për mungesë leadershipi dhe dinjiteti. Për këtë dhe lajme tjera qëndroni me telegrafi.com.